Një mëz I vogël shetland, sapo ka lindur në livadh, krejt bardhë e zi me krife të çrregullt. Ai mori përkëdheljet e buta nga nëna e tij e bardhë dhe mbrojtjen e babait të tij të zi. I lumtur, ai rritej çdo ditë I rrethuar nga dashuria e tyre. Por një mëngjes, prindërit e tij duhet të shoqëronin fermerin në punë. Ai pa ata teksa largoheshin, duke u pyetur se çfarë do të bënte, sepse ishte e hera e parë që mbetej vetëm. Atëherë me hapa të pasigurt, por kurreshtar, ai u fut në livadhin e madh dhe aty dëgjoi një të qeshur të kristalt si tingulli I një zileje. Një djalosh I vogël, bjond, zbathur, vrabonte në bar duke qeshur me të madhe. Poni I vogël u ndali habitur, edhe djali u ngurtësua. Syt I shkëlqenin. "Oh", thiri ai, "ti je këlyshi më I bukur që kam parë ndonjëherë." "Unë quhem Raf", I tha djali. "Dhe ty, me që krifa jote ka reflektime të kuqerremta në diell, do të quaj Ruf." Ata luajtën bashkë për orë të gjata. Vrapojnë si era. Raf hodhi një shkop në ujë. "Shiko Ruf, është një anije piratësh." Por këmbët e tij rëshitën mbi barin e lagur. "Nim!" bërtiti ai duke u kullitur me krahat që përplaseshin në ujë. Ruf u shtang, pastaj u zhyt pa hezitim. Dhe ja arriti të nxirrte Rafin në breg. "Tërhiq krifën time që të dalësh nga uji", I ngëlliu Ruf. "Ti je heroi im Ruf, më shpëtove." Të gëzuar dhe të lehtë si era, ata nisën sërish vrapin e tyre plot hare. Raf e kuptoi, ndërsa e përqafonte fort, se kishte gjetur një mik për jetë. Atëherë, në shikimin e butë të prindërve të Rufit, Raf u përhum në gjumë mbi barkun e butë të Rufit. Ata ndëruan bashkë aventurën e tyre të parë. Një mëz I vogël shetland, sapo ka lindur në livadh, krejt bardhë e zi me krife të çrregullt. Ai mori përkëdheljet e buta nga nëna e tij e bardhë dhe mbrojtjen e babait të tij të zi. I lumtur, ai rritej çdo ditë I rrethuar nga dashuria e tyre. Por një mëngjes, prindërit e tij duhet të shoqëronin fermerin në punë. Ai pa ata teksa largoheshin, duke u pyetur se çfarë do të bënte, sepse ishte e hera e parë që mbetej vetëm. Atëherë me hapa të pasigurt, por kurreshtar, ai u fut në livadhin e madh dhe aty dëgjoi një të qeshur të kristalt si tingulli I një zileje. Një djalosh I vogël, bjond, zbathur, vrabonte në bar duke qeshur me të madhe. Poni I vogël u ndali habitur, edhe djali u ngurtësua. Syt I shkëlqenin. "Oh", thiri ai, "ti je këlyshi më I bukur që kam parë ndonjëherë." "Unë quhem Raf", I tha djali. "Dhe ty, me që krifa jote ka reflektime të kuqerremta në diell, do të quaj Ruf." Ata luajtën bashkë për orë të gjata.
vrapojnë si era. Raf hodhi një shkop në ujë. Shiko Ruf, është një anije piratësh, por këmbët e tij rëshitën mbi barin e lagur. Nim, bërtiti ai duke u kollitur me krahat që përplaseshin në ujë. Ruf u shtang, pastaj u zhyt pa hezitim. Dhe ja arriti të nxirrte Rafin në breg. Tërhiq krifën time që të dalësh nga uji, i ngëlliu Ruf. Ti e heroi im Ruf, më shpëtove. Të gëzuar dhe të lehtë si era, ata nisën sërish vrapin e tyre plot hare. Raf e kuptoi, ndërsa e përqafonte fort, se kishte gjetur një mik për jetë. Atëhere, në shikimin e butë të prindërve të Rufit, Raf u përhum në gjumë mbi barkun e butë të Rufit. Ata ndëruan bashkë aventurën e tyre të parë.